Mirëmëngjes të dashur binjakë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është konsulli, mesazhi praktik që sjell kjo letër. Më dëgjoni me vëmendje. Fillo të dëgjosh të dashur binjakë më shumë se sa të flasësh. Mos i merrni fjalë për fjalë për këto që them, nga gjitha këto diçka duhet të përshtatet me ju. Jep këshill ose mbështetje vetëm kur është e mirëpritur. Të jeni një vesh i hapur për të tjerët. Nganjëherë vetëm pranimi apo prezenca juaj aty, dëgjimi, shëron më shumë se çdo këshill. Bëhuni të ndërgjegjshëm për mënyrën se fjalët e tua ndikojnë tek tjerët. Jep udhëzime të dashur kur vërtet ndihmon, jo nga nevoja për të kontrolluar ose për të qenë i duhur apo e duhura. Kjo letër të mëson nganjëherë që fuqia më e madhe që ke është të krijosh hapësirë që të tjerë të gjejnë përgjigjen vet. Nëse nuk ndjek këtë këshill të dashur binjak, rrezikon mund të ndihesh i refuzuar ose i pavlerësuar kur të tjerët nuk ndjekin këshillat e tua, mund të lodhesh duke marrë përgjegjësi emocionale që nuk është e jotja. Mund të humbasësh lidhje të thella sepse njerëzit kërkojnë më shumë mirëkuptim ndonjëherë se sa zgjidhje të një problemi. Në fakt të kujton praninë e qetë dhe pranimin pa gjykimin. Pa gjykim, duan të gjithë që të jesh aty dhe kur ta kërkojnë, atëherë të japësh. Këshillat e mençura vijnë vetëm pasi të ndërtuar një urë besimi në mes teje dhe personit në fjalë apo çfarë do lloj situate të dashur. Pra të jemi pak më të hapur, të shikojmë situatat kur kemi nevojë të japim diçka dhe kur kemi nevojë të qëndrojmë aty dhe vetëm të jemi të pranishëm të dashur binjak.